Përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit tim. Sonte pranë jush do të vi me një rrëfim jete. Një rrëfim që në fakt më ka ardhur nga një vajzë e re, që tregon tmerrin e madh që ka kaluar në shtëpinë e burrit të saj. Ajo ka dashur që të mos të del me gjithemër, ka dashur të mbetet anonime, por rrëfimin e jetës së saj ka dashur që ta tregoj vetë. Do me thënë me patjetër që ne kemi intervenuar pak në zë që mos të kuptohet se kush është, por rrëfimi që po tregohet, historia që po tregohet, dhe ajo që në fakt kjo vajzë ka përjetuar në shtëpinë ku është martuar, do me thënë sipas shpjegimit Vjera i ka bërë magji, dhe ja ka bërë magjin sa që kjo ta humbën edhe jetën. Imagjinoni çfarë tmerri ka kaluar. Vajza sot e kësaj dite nuk është në gjendje të mirë shëndetësore, por mundohet që të merr veten edhe të jetë e lumtur në jetë. Unë do t'ju sill rrëfimin, do me thënë ju do ta dëgjoni këtë rrëfim dhe më besoni që do të mahniteni nga ajo se çfarë i ka ndodhur kësaj vajze në jetën e saj. Do me thënë një diçka e paimagjinueshme. Mirëmbrëma Tiranë, faleminderit shumë që ma dhe mundësinë ta tregoj historinë time. Historia ime është një dramë e vërtet. U martova në moshë shumë të re. Besova tepër, edhe pse në lagjen ku unë jetoj, thonin që mos u marto atje se vjera ime kishte pak zë. Të paktën krejt lagja e njihnin për atë që ajo po bënte. Por unë besova më së shumti dashurisë time, edhe thash hajt të martohem, ta ndërtoj jetën, sepse ai më premtonte shumë. U fejuam, u martuam, bëm një dasëm të bukur, një dasëm komode, le ta them, si shte ndonjë dasëm, të thuash paleqar, por thash hajt se në jetë nuk është dasë pa çdo gjë sa është dashuria, sa është respekti që ti do të marrësh nga një njeri. Dhe kështu vazhdoi tim. Në fillim nishim të lumtur, kënaqeshim si të gjithë çiftet, dilnim, shëtisnim. Vjera nuk është se sillesh te keq. Por me kalimin e kohës, filloi të më shikon pak si me inat, pak si me urrejtje, sikur unë ja kisha shkatëruar atë jetën, ja kisha tmerruar shpirtin vjerës time. Hajt, unë e lash, nuk është se bëra shumë muhabet, sepse mendova që një njeri i ri në shtëpi, me patjetër që gjërat ndryshojnë sepse të vjen inat. Thonte, mi ndryshon vendin e gotave, mi ndryshon vendin e pijatave, më ndryshon komoditetin e shtëpisë. Edhe unë me thënë të drejtën nuk është që fola shumë. Por me kalimin e kohës, fillova të ndjej shqetësime. Pas një periudhe, si çdo femër, si çdo grua që punon, edhe unë dëshiroja që të pastroj dhomën time të gjumit. Në momentin që unë e pastroj dhomën e gjumit poshtë krevatit, unë gjej si një letër të gërisur me disa qimbe brenda në atë letër. Edhe unë e vrava mendjen, në thash me veten e time, thash kush mund ta ketë futur këtë letër, dhe ashtu e sinqer që unë isha, shkoja t'rregoj vjerës time. I thash, moj mam, thash, dikush thash e ka futur thash këtë letrën poshtë krevatit. Ajo u revoltua edhe më tha, gjere tha këtu, tha digje tha, as mos u merr. Por që prej asaj letrës, si kur filluan të ndryshonin pak gjërat tona në shtëpia, unë e burin grindesha, nuk ishim marrëdhënie të mirë, ai silleshte shumë keq me mua, unë sillesha mirë me ato, por ai silleshte keq me mua. Dhe si kur gjërat ndryshuan, do me thënë morë një kahje tjetër. Por hajt mendoja që me kalimin e kohës do të ndryshojnë, gjërat do të vinë në vendin e vetë. Por buri filloi të sillet keq, filloi të më godet me shëpullë, filloi të më godet me boksë, unë thoja se çfarë po bëhet, si mundet të bashkëshorti kështu. Edhe unë u shqetësova shumë se po më rifte pas një arsye, vetëm më rifte çdo natë, dhe shkova tek mënka ime.
Shkoj ke mëmka, edhe I the mëmkës tash, me mëmkë thash kështu thash, po më ngjan mua në martesë, çfarë të bëj? Jo në atë kohë ishte turpë, të lësh burin, të shkatërosh familjen, edhe shkuam ne tek një grua që lexonte fate. Kur shkuam tek kjo gruaja, e kishte domethënë në shtëpin kjo në Elbasan, kur shkuam tek kjo gruaja, ajo po ama lexoi fatin edhe më tha që vjera jote tha, nuk të do tha, edhe të uren tha me shpirtë, ma bëri mua, kjo gruaja. Unë të them të drejtën u shqetësova shumë, edhe shkoj në shtëpi. Thash hajde ti tregoj, ti më shoqi, ti ja tregoj të vërtetën. Kur ja tregova të vërtetën, ai si ku se ndryshoj ti pak, si ku se të dinte ndonjë sendë, dhe me njëherë filloj ti të më merr me të keqë. Çfarë ndodhi? Fillova shtëpia të shkatërohet, vetëm zën kam. Dhe mami ime e pa që kishte diçka që nuk shkonte sepse kishte ndëgjuar më herët për vjerën time. Kur shkuam tek një hoxhë neve në Tiranë, ky hoxha më tha që tha ketha magji të ngrënë. Me zi kam shpëtuar, me seanca të tëra, kam qenë 6 herë me zi e kam nxjerr dhe kur e kuptova, më kishte bërë vjera ime. Unë kam një peng në zemër dhe prandaj doja ta ndaj këtë historinë. Vjera nuk më deshte sepse ishte shumë xheloze ndaj djalit të saj, por unë dua t'i kërkoj falje mamas time që nuk e ndëgjova, dhe sinqerisht, edhe tani që unë jam ndar, jetoj në shtëpitë e babi, mendoj që e kam shkatruar atë lumturinë që ishte në familje sepse unë nuk dëgjova. Unë kisha shumë inat, kisha shumë lef, kisha shumë urrejtje, sepse thoja me veten time, pse unë nuk I ndëgjova familjen time. Por prindërit e mi e përjetuan shumë keq. Vjera ime tani është gjallë, është në shtëpi, por është shumë e vjetër, edhe po vuan jashtë mase shumë sepse unë e di që e ka kuptuar gabimin që ka bërë. Por më kërkon edhe të kthehem, e nuk e di se çfarë të bëj, ta them të drejtën, prandaj dhe ndava këtë historinë, nga që ndoshta njerëzit do të më japin një mendim, të shkoj, kam frikë se ku të shkoj, të njëjtat probleme, të njëjtat raste, I njëjti mlev ndaj meje, të mos shkoj, unë e dua burin tim sepse e shikoj se ka qenë indikuar prej nënës së tij, prej asaj që ka ndodhur, por nuk është se ka qenë një njeri që ka dashur mua të më dëmton apo të më thyen shpirtin. Dua ta marr një mendim. Unë do t'i lexoj komentet të gjitha nëse ti e poston këtë rrëfimin tim, edhe të kuptoj se çfarë po ndodh. A ka vërtet një dëshirë të madhe tek ai që dëshiron të kthehet, apo thjesht domethënë nuk e bën këtë gjën vetëm sa për të më patur në krah. Unë ju falenderoj të gjithëve që dëgjuat rrëfimin tim.